Një adoleshente kanadeze u afrua pak më shumë se ç'duhet me Luanin për cilin po kujdesej në një resort rehabilitimi afrikano-jugor, kur kafsha në fjalë u përpoq ta tërhiqte brenda kafazit të tij, duke i kapur nga këmbët. Lauren Fegen, 18 vjeç, po bënte punë vullnetare në një qendër për rehabilitimin e kafshëve të egra, kur u zgjat të puthte gëzofin e Luanit. Përpara sulmit që e terrorizoi, Lauren kishte postuar në Facebook se të punojë si vullnetare mes kafshëve ishte shumë bukur dhe ja vlente. Gjithçka filloi si një ëndër. Fegen ishte gati të ndiqte Universitetin McGill në Vjesht dhe donte të shfrytëzonte mundësinë e të punuarit në qendrën e kafshëve si një kënaqësi dhe pasion personal, duke qenë se qendra i ofronte një shtëpi dhe përkujdesje kafshëve të plagosura që nuk mund të jetonin më në natyrë. Detyra e vajzës ishte të pastronte kafazet. Vetëm profesionistët e trajnuar lejohen t'i japin ushqimin luanëve, edhe pse Fegen nuk po ushqinte Luanin 5 vjeçar Duma kur sulmi ndodhi, por po zgjatej brenda për t'i puthur gëzofin. Nuk mendoja se Luani mund të nxirrte putrat jashtë përmes kafazit, tha Fegen. Luani e kapi me putrat dhe i tërhoqi këmbët e saj në brendësi të kafazit, ku filloi të ushqejë me to. Në këtë moment, Luani tjetër që ndodhi në kafaz u hodh sipër këmbës së vajzës gjithashtu. Duhet të isha e vdekur tani, ose të paktën të kisha humbur një këmbë, thot vajza. Është një mrekulli që mbjetova. Pasi dëgjuan ulurimat e Fegen, disa vullnetarë të tjerë shkuan menjëherë ta ndihmonin, njëra prej të cilëve, një veterinere britanike, arriti t'i largonte çiftin e Luanëve nga këmbët e Fegen duke i shpëtuar jetën.